të akuzuar Dibran Hoxhaj me dënim unik me burgim në kohë zgjatje prej 24 viteve. Dibran Hoxha, i njohur për publikun si Kobra, është dënuar me 24 vite burg efektiv nga gjykata themelore e Prishtinës. I njëjti akuzohej për vrasjen e vitit 2023 që kishte ndodhur në lokalin e tij Kobra Sete. Gjithashtu, gjykata sot ka dënuar edhe personat e tjerë të cilët ishin të përfshirë në këtë rast. Andaj gjykata, konform dispozitave penale, procedurale dhe materiale, secilët veç e veç ju përcakton fillimisht dënimet. Ashtu që të akuzuar Dibran Hoxhaj për veprën penale vrasje e rënd i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 23 viteve, si dhe për veprën penale mbajtjen pronësinë kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, dënim me burgim në kohë zgjatje prej 2 viteve. Ndërsa në pajtim me nenin 76 të Kodit Penal të Republikës Kosovës të njëjtën e gjykon me dënim unik me burgim në kohë zgjatje prej 24 viteve. Të akuzuarit Roland Susuri për veprën penale manipulim me provën i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 4 vite e 6 muaj. Për veprën penale pjesëmarrje në rraje 1 vit e 6 muaj. Për veprën penale mbajtje në punësi ose në kontroll të paautorizuar të armëve 1 vit e 6 muaj. Në pajtim me nenin 76 të njëjtin e gjykon me 7 vite burgim. Të akuzuar Jesmir Badallaj. Gjykata i përcakton për veprën penale pjesëmarrje në rraje dënim me burgim prej 6 muaj, 1 vit e 6 muaj. Për veprën penale mbajtjen punësinë kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 10 muaj. Andaj, në pajtim me nenin 76 të njëjtin e gjykon me dënim unik me burgim prej 2 viteve. Të akuzuar Arben Vezaj për veprën penale pjesëmarrje në rraje. Gjykata e gjykon me dënim me burgim në kohë zgjatje prej 1 viti. Të akuzuar Burim Mazreko për veprën penale manipulim me prova. Gjykata e gjykon me dënim me burgim në kohë zgjatje prej 1 viti, armat të cilat janë përdorur në këtë vepër penale, pistoleta Ceska Zbrojevska dhe pistoleta TT, konfiskohen po ashtu edhe disa karikaturë, pra 2 karikaturë, njëri me 13 kishek dhe tjetri me 8 kishek konfiskohen. Këto armë do të urdhërohet të shkatërrohet pasi pas gjykimit të merr formën e prerë.